Sheti i ditës 11 mars. Shën Konstantini i Skocisë, nga mbretëria në shenjtëri. Historia e kishës katolike është e mbushur me shembuj të jashtëzakonshëm të njerëzve që përmes kthimit dhe shenjtërisë së jetës së tyre janë bërë pishtar të dritës së Ungjillit në kohë të errta. Një prej këtyre figurave të mëdha është Shën Konstantini i parë i Skocisë, mbret dhe martir i shekullit të 6. Jeta e tij është një dëshmi e fuqishme e mëshirës dhe transformimit që Zoti mund të bëjë në shpirtin e një njeriu, edhe kur ai ka ecur larg së vërtetës. Konstantini i parë ishte mbreti i Dumnonisë, një mbretëri që në ato kohë përfshinte pjesë të Skocisë dhe Cornwallit të sotëm. Si sundimtar, ai fillimisht jetoi një jetë të çrregullt dhe larg vlerave të krishterë, duke u dhënë pas pasioneve të botës dhe duke bërë shumë mëkate. Por, siç ka ndodhur me shumë shenjtor para dhe pas tij, Zoti e thirri në një rrugë të re. Në zemrën e tij dëgjoi një zë që e ftonte drejt pendesës dhe ndryshimit. Kjo thirrje e brendshme ishte kaq e fortë, saqë Konstantini braktisi fronin, pasurinë dhe luksin mbretëror për të ndjekur një jetë të përkushtuar ndaj Zotit. Kjo ishte një kthesë e jashtëzakonshme për një njeri që kishte shijuar pushtetin e kësaj bote, por që e kuptoi se e vetmja pasuri e vërtet ishte ajo që nuk kalbet, përkushtimi ndaj Krishtit dhe shërbimi ndaj vëllezërve të tij. Pas dorëheqjes nga froni, Konstantini u tërhoq në manastirin Ratau në Irlandë, ku u njoh me Shën Kolumbianin, një nga figurat më të rëndësishme të krishtërimit kelt. Ky i fundit u bë udhërrëfyesi i tij shpirtëror dhe ndihmoi që të rrënjoste më thellë besimin e tij në Krishtin. Konstantini u shugurua me shtar dhe ndjeu se ishte i thirrur për të ungjillëzuar popullin Piti të Skocisë, një grup pagan që ende nuk e kishte pranuar dritën e Ungjillit. Ai udhtoi nëpër fshatra dhe qytete, duke predikuar mesazhin e Krishtit me guxim dhe përkushtim. Megjithatë, veprimtaria e tij nuk u prit mirë nga të gjithë. Si shumë dëshmitar të fesë para tij, edhe Konstantini hasi në kundërshtime të ashpra. Në fund të jetës së tij, Konstantini ra viktime një grupi paganësh fanatik, të cilët e vranë për shkak të besimit të tij. Ai u bë një martir i madh, duke vullosur me gjakun e tij besnikërinë ndaj Krishtit. Martirizimi i tij nuk ishte një fund, por një fillim. Historia e tij frymëzoi breza të tërë të krishterësh në Skoci dhe Irlandë, dhe kulti i tij u përhap në këto vende. Në shekuj që pasuan, emri i tij mbeti i nderuar në shumë vende dhe kisha të shumta u ndërtuan për t'i u kushtuar atij, veçanërisht në Cornwall dhe Skoci. Edhe sot figura e tij mbetet një shembull i madh i konvertimit të vërtet, një mbret që la gjithçka për të fituar mbretërinë qiellore. Mesazhi i Shën Konstantinit për botën e sotme. Jeta e Shën Konstantinit na jep disa mësime të rëndësishme që vlen për të gjitha kohrat. Së pari, na tregon se asnjë mëkat nuk është aq i madh sa të pengojë mëshirën e Zotit. Ai që ishte një mbret i dhënë pas jetës së kohë të botës, u bë një dëshmitar i fortë i Ungjillit. Së dyti, shembulli i tij na fton të reflektojmë mbi atë çka është vërtet e rëndësishme në jetë. Pushteti, pasuria dhe fama janë kalimtare, por dashuria për Krishtin dhe përkushtimin ndaj tij janë të përjetshme. Së fundi, ai na mëson
se ungjillëzimi është një detyrë e rëndësishme, edhe kur hasim në vështirësi dhe përndjekje. Në një botë ku shumë njerëz e humbasin kuptimin e jetës, duke ndjekur iluzionet të përkohshme, Shën Konstantini është një përkujtues i fuqishëm se kthimi te Zoti është gjithmonë i mundur dhe se vlera e vërtetë e njeriut qëndron në lidhjen e tij me Krishtin.